Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Kemi hapur një vlog të ri. Sot kemi një ditë të bukur, të qetë. Jam gjithë ditën në shtëpi, nuk mendoj të dal, nuk e di pse, por dua të ri në shtëpi sot. Kam ngrënë mëngjesin tim, siç e pat bëra atë omletën me pitën tortilla, edhe kam gjetur shumë rehat edhe e bëj shumë shpejt me këto pitë tortilla dhe dalin shumë të shijshme. Të them të drejtën, këto ditët e fundit nuk kam ngrënë mirë fare. Nuk është se kam ngrënë shumë sheqer apo të ha shumë ushqime fast foodi, por kam ngrënë disa gjëra të thata edhe në shtëpi. Nuk kam bërë gjellra, edhe më ka munguar shumë kjo pjesa. Nuk e di, rutina ime është të ri më shumë në shtëpi, të gatuaj, të merrem me këto gjërat që unë kam qef. Si që keni parë nga video e kaluar, të cilën e shikoj që e keni pëlqyer shumë, është video e hapjes së studios së Evës, në të cilën ne ja kemi kaluar shumë bukur, dhe unë nuk bëra një mbyllje tamam siç duhet, sepse aq arrita të filmoja. Ne ja kaluam shumë bukur, çdo gjë shkoi shumë mirë. Shpresoj edhe juve t'ju ketë pëlqyer video edhe studio se si ka dalë. Nëse keni evente, nëse keni biznese për të hapur, më thirrni, t'ju ndihmoj dhe të marr dhe kamerën me vete t'ju filmoj, sepse shikoj që ju i pëlqeni shumë këto video me organizim, me pastrime, me blerje të shumta. Kështu, po keni gjëra për të hapur, biznese për të hapur, më thirrni dhe mua. Sot ç'a do bëjmë? Kam menduar ta kaloj ditën në shtëpi, t'i kthehem pak kësaj rutinës time. Dua të ha shëndetshëm, dua të mos ha më sheqer, edhe sepse kam ndier një lloj fryrje te barku dhe dje për shembull, në mëngjes unë ndihesha shumë mirë. Deri në momentin që Eva më mori një brioche me pistakjo, unë direkt e pash ndryshimin tek barku im, që më dha një lloj fryrje dhe nuk ndjehesha rehat. Tash nepsi është i madh, qefi është i madh për t'i ngrënë këto gjërat, por duhet të shikojmë pak edhe veten tonë se si ndikojnë këto tek trupi jon, edhe që të ndihemi më mirë, duhet edhe t'i shkëpusim, mos t'i ham shumë. Tani, ç'a do bëjmë? Do përgatis një kafe dhe do ta pi aty te balkoni im, në të cilin ka rënë diell tani. Sot është ditë e premte dhe kam lexuar internet sepse unë lajme nuk shikoj fare, që do ketë kufizime në transportin publik, nuk e di do vinë ato ciklistët, nuk e di se ç'a do bëhet që t'ja u them sakt dhe mos gaboj, kështu që mendoj të mos dal fare nga shtëpia, kështu mendoj deri tani. Të bëj një kafe, ta pi në balkon, të kaloj rreth një orë duke u marrë me punë këtu te shtëpia dhe më pas do nis të bëj stërvitje. Dua që të bëj shumë stërvitje, të bie në djersë edhe të ndjej në trupin tim që kanë dalë të gjitha ato toksinat budalliqe që unë kam ngrënë. Për drek kam menduar të bëj fileton e pulës, të cilën e kam nxjerrë nga ngrirja që të ftohet, që të shkri dhe ta përgatisim për drek. Ndërkohë këtu mbrapa shikoni enët e mia të lara dhe të palara, por nuk e di se kur më bëhen dhe ngela duke larë enë. Por do t'i rregullojmë që të gjitha, do mbledhim kuzhinën, dua të fshi pak plurat, sepse vendin e kam fshirë me fshes korendi para 2 ditësh, edhe çdo gjë është e pastër, sepse kur jeton vetëm dhe nuk e njerëz, nuk ka se kush të bëj pis. Duhet të fshi pak pluhurat vetëm, lule do ja u tregoj pak, sepse kanë marrë veten goxha dhe nuk e keni iden se sa keq më vjen që do iki dhe do t'i lë lulet. Kush do mi u isi mua lulet? Janë 8 vazo me lule dhe nuk e di ku do t'i lë, kush do mi vadisi. Mendoj t'i zbres poshtë e koborit dhe t'i them këtij komshiut që kemi, që merret me pejmët tona dhe këto, që të paktën kur bën ndonjë gjë te baçja, t'ju hedhi pak ujë këtyre, sepse vërtet më vjen keq. Përveç majdanozit, jo majdanozit, bërzilokun do ta marr me vete siç është bërë shumë i bukur. Do e marr tani dhe do ja u tregoj. Erzash, bërzilok, majdanoze, çfarë janë, duan diell. Edhe prandaj mua në Finland nuk morrojnë, sepse ku do gjente dielli aty. Dhe këtu shiko sa janë bërë, kanë nxjerrë edhe filizat e reja këtu poshtë. Edhe është bërë goxha, nuk e di a e mbani mend kur e kam bjell, por ishte shumë e vogël, e shkurtër, edhe shumë e vogël. I kam vënë dhe këto guriçkat këtu, që kur i hedh ujë
besoj ta mbaj më mirë lule, nuk e di, kështu më është fiksuar në tru, që t'ju vendosnim këto gurat, dhe shikoni pak sa e bukur është. Kjo do shkonte shumë edhe këtu brenda në kuzhinë, por s'ka diell, kështu që do e lëj jashtë, edhe ta kemi sa më gjatë që ta marrë dhe me vete në Finland. Gjithashtu, këtë javë kemi menduar me Evën që të bëj setin e fotove për faqen. Kemi menduar disa gjëra, kemi parë disa ide në Pinterest. Unë kam menduar të përgatis 2 ëmbëlsira që t'i kemi për setin, sepse unë nuk do bëj foto vetëm unë. Ideja është që të bëj foto për faqen e shokolatierit. Dhe për të gjithë ju që nuk më ndiqni në Instagram, këtu poshtë do keni Instagramin tim ku të shihni më shumë nga përditshmëria ime, sepse video bëj 1 herë 2 herë në javë në YouTube. Kurse atje më keni përdit me story nga përditshmëria ime, ku dal, çfarë gatuaj, çfarë bëj, edhe është besoj më interesante. Kështu që kemi menduar të bëjmë këtë setin e fotove, do bëjmë dhe një video të bukur. Kam parë disa gjëra në Pinterest, por duhet të gjej edhe në një gjë që të më godasi për video, sepse për foto kemi gjetur, por për video dua të mendoj diçka të bukur dhe do e bëjmë bashkë me Evën tek studio. Tani mua dhe Evën na gjeni çdo ditë pothuajse te studio duke u marrë atje me gjëra të ndryshme. Ju mund të vini dhe të bëni fotot tuaja, bëhemi për rastet e newborn, për bebat e përsalindur, për bebat që bëjnë 1 vjeç ose kanë ditëlindjen, për mama shtatzane, për fejesa, martesa, të gjitha rastet që ne kemi, rastet e gëzueshme për ata të veçantë dhe original. Kështu që mos harroni të bëni një follow Marlen Studio edhe Instagrami tim që do ja u lë këtu poshtë. Harrova dhe t'ju tregoja diçka të fundit, se unë po nisa të flas, nuk mbaroj. Se nga që kanë kaluar disa ditë që unë nuk kam regjistruar, që nga dita e inaugurimit që të dielën, do të thënë 5 ditë që unë nuk kam xhiruar fare, edhe kam shumë gjëra për t'ju treguar. Këtu, shikoni pak se si është bërë, se nuk duaj që ta derë të, por do ja u tregoj më mirë mbase. Ky është brumi që kam nxjerr nga ajo tharma që unë kam krijuar, që e kam lënë në frigorifer ka këtu e 1 javë. Mos them më shumë se 1 javë, që bëra bukën e fundit, që s'më doli fare e mirë, nuk e di pse, por u bë si e ngjeshur si kulaç. Ishte e shishme, hëngra vetëm 1 herë edhe e lash aty derisa ajo u myk. Se kështu janë bukët që bëhen vetë në shtëpi, as 3 ditë nuk shkojnë edhe prishen, se sa bukët që marrim ne nga jarë që çan nuk kanë brenda, edhe shkojnë edhe 10 ditë ta lësh. Kështu me and you in a room with an ocean view. Look at us, did they think we'd given up? This can't be love, they said. Be real, don't lose your head. This is happening, all of our feelings are true. Yeah, they're true. Se kam bërë më përpara cappuccino në ftohtë, sepse është super e shishme dhe më pëlqen më shumë se sa ajo e ngrohtë. Gjithmonë që bëja cappuccino në ngrohtë nuk e pija asnjëherë deri në fund, sepse ma shpifte. Po kjo që është e ftohtë është shumë e mirë. Ja u sugjeroj që ta bëni cappuccino në ftohtë. Dhe mos tani që është edhe e ngrohur koha, ja vlen. Përpara se të nis me stërvitjen, se thash duan të kaloj 1-2 orë që kam ngrënë mëngjesin, do zëm edhe bukën. Këtu kam brumin që ja u tregova dhe çfarë, dhe do na duhet 500 gram miell. Por duke qenë se unë jam vetëm edhe nuk e di nëse duhet të marr 500 gram miell apo të hedh më pak, sepse nuk ka se kush e ha, unë nuk është se e konsumoj shumë bukur, por këtë që do e bëj integrale mbase mund ta ha. Kështu që do marr 500 gram miell dhe do i shtojmë brumin e thartuar, pak ujë të ngrohtë të vakët edhe krip.
kam bërë 15 minuta cardio dhe 10 minuta për parkun dhe 5 minuta i bëra stretching në fund, do bën 30 minuta. Do mundohem që të bëj çdo ditë nga 30 minuta, sikur edhe 20 minuta të bëj, mjafton që ta vendos trupin në lëvizje. Nuk e di, por shumë njerëz kam dëgjuar që nuk e pëlqejnë kardion, po mua më pëlqen shumë kur lëviz, kur ushtrimet bëhen pak si kërcim edhe kam shumë lëvizje. Domethënë mua më pëlqen shumë edhe sikur të jep më shumë efekt kur bën dhe kardio në fillim. Tani do përgatis drekën, unë bëra edhe një dush. Siç që thash, kam nxjerr fileton e pulës, e kam këtu. Dhe kam menduar ta bëj në furrë me patate të ëmbël, do i vendos pak qep, pak spec në furrë, edhe do përgatis edhe një sallat me domate. Nuk kam sallat jeshile, por nesër do dal dhe do blej shumë fruta perime, sepse dua ta marr shumë seriozisht këtë gjë. Edhe pse Jesi, kur ta shikoj këtë video, do thot po Angje, sa herë ke thënë ti asnjëherë se ke bër, por seriozisht dua ta filloj këtë gjë, të paktën para pushimeve, t'i humb ato 2-3 kg që dua, që të shkojnë në peshën time që unë kam qef, dhe më pas gjatë pushimeve do ham në një çik, por rëndësishme është që t'i futem kësaj rutine të shëndetshme dhe të bëj pak stërvitje edhe të ha. Kështu që tani fillojmë nga puna, do bëjmë drekën edhe më pas në fakt do merrem me hedhjen e disa recetave në bllokun tim të recetave, sepse dua që t'i kem të gjitha të organizuar. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun. Kemi gati, këtu kam spec jeshil, do më thënë ato që kisha në frigorifer, sepse ju thash që nesër do bëjmë pazar për fruta perime, dhe kam patate në ëmbël, qep, kam hedhur shumë erëza të ndryshme, sepse unë i kam shumë qef, filetën e pulës dhe patate në ëmbël, nuk e di nëse e thash. Tani do i shtoj, unë gjithmonë i shtoj pak ujë në mënyrë që të zbuten perimet edhe më pas të marrin thjesht një faqe në fund. Kam shishën e vaj ullirit me të cilën mbusha atë gjën që mbaj vajun e ullirit, i hodha pak ujë edhe do t'ja shtojmë. Siç bëjmë të gjithë ne shqiptarët, mos ta çojmë asnjë gjë dëm. Edhe unë bukën e kam zënë në orën 12:10, është bërë pothuajse 2 orë, edhe shikoni pak se sa është fryrë buka, sepse ishte më e vogël normale. Tani do bëjmë ato palosjet, dhe çdo 2 orë do bëj palosje, 3 palosje, më pas do japim formën e bukës, do ta fusim në frigorifer dhe nesër do ta pjekim. Tani kësaj radhe kam lënë pak më të butë brumin, sepse mbase ndikon edhe kjo, nuk duhet ta lëm shumë të fort që të bëhet si kulaç. Kështu që tani po bëj. Unë si diti bëj fix të palosjet, por çka kam parë qesi nga një ditë tjetër. Sot është ditë e hënë dhe unë kam një ditë që nuk filmoj, do me thënë dje, ditën e dje nuk kam filmuar fare, ishte dita e zgjedhjeve, nuk e di nëse ju votuat, por unë shkova dhe votova. Ja ku kam këtu, bëni mirë të votoni edhe pse si diet asnjëherë rezultateve. Por të mos flas për politikë sepse s'm pëlqen fare dhe nuk më intereson fare, me thënë të drejtën, nuk e di pse, por është diçka që as nuk më intereson fare. Sot kam menduar të dal, të bëj pazar, mendoj të pi kafe me Irisin, me shoqen time, edhe duhet të blej një 2 dhurata të vogla, duke qenë se nesër është dita e fundit që unë do shkoj tek pasticceria. Mendoj se është mjaftueshëm, kam 2 muaj e pak që shkoj, edhe mendoj se është mjaftueshëm për mua, kam arritur të mësoj goxha gjëra, ato gjëra që ishin për të mësuar i mësova, kështu që s'kam çfarë i marr më. Dhe kam menduar të bëj një 2 dhurata të vogla për 2 persona, të cilët më kanë ndihmuar shumë dhe vërtet ju jam mirënjohës, dhe të shikoj se çfarë do t'ju marr.
marr, do shkoj atje tek Top Tani, besoj, sepse nuk kam ku shkoj tjetër, nuk kam ndërmend të shkoj në Tek sepse është shumë larg. Do marr disa ushqime për 2 javët e fundit që unë jam këtu tek shtëpia ime, sepse më pas vjen Xhesi edhe do jem me të. Edhe të kem vetëm disa gjëra të vogla që t'i kem për me vetë për këtu ditët e fundit. Gjithashtu ka menduar, base nesër do përgatisim 2 ëmbëlsirat që do të na duhen për setin e fotove, por do flas edhe me Evën që ta kem më të qartë edhe më të sigurt. Tani do bëhem gati, do vendos pak kremrat e mi, të cilat më kanë mbetur shumë pak krem hidratues, krem dielli kam në fakt, por krem hidratues më ka ngelur shumë pak dhe unë në mëngjes bëra porosin tek Boteni, sepse atje e kam marrë dhe herën e kaluar, është kremi i CeraVe që e kam bler, nuk e mbaj mend para sa muajsh, edhe më ka shkuar goxha gjatë, ishte 177 ml edhe është i vetmi krem që mua më është përshtatur për lëkurën time të thatë, duke qenë se e kam të thatë edhe në Finland është shumë ftohtë, mua më filloi të më bëj akoma dhe më shumë e thatë. Kisha më përpara në fillim, domethënë kremin e Avenit, por nuk më bënte derman fare me të ftohtin në Finlandës, kështu që u detyrova ta ndryshoja, edhe pse kisha rreth 3 vite që përdorja produktet e Avenit, u detyrova i ndryshova dhe mora këtë të CeraVe-s me të cilin jam shumë e kënaqur dhe do ta riblej e porositat e Boteni, edhe nuk e di se kur do më vi, besoj se do më lajmërojnë. Do ja u lëk në fakt këtu me foto, të shikoni pak, është i njëjti krem, por thjesht është në formë ndryshe, sepse unë kisha marrë me ato kremat e gjatë, tani ka marrë këtë lloj forme këtu. Është 320 gram, është 2 fishi i përmasës që unë kisha herën e parë dhe ishte edhe me ofertë, e mora 19.000 lekë. Dhe se ja super vlen, mendoj që është një blerje shumë e mirë, edhe në sasi është goxha shumë, kështu që do e kem për shumë gjatë, edhe do e përdor pak më shumë, basa atë e përdor edhe Xhesi, sepse edhe ai ka probleme me lëkurën. Ai nuk e di si quhet ajo që vuan ai tek lëkura, që i thahet pjesa e faqeve, pjesa e hundës, këtu tek vetullat e mjekra, dhe e vuan shumë këtë gjë në dimër. Kështu që besoj dhe ai do e përdori këtë kremin tim. Tani do bëhem gati dhe të iki të blejmë ushqimet. Në fakt doja të bëja një listë, kam shkruar disa gjërat e notes, çfarë më janë kujtuar, por për gjërat e tjera do shikoj çfarë do marr atje dhe do ja u tregojmë kur të kthehem në shtëpi. Sa po erdha në shtëpi dhe është një super vap, edhe pse këtu tek ne frym pak erë freskët, por në qendër ishte plasja. Bleva disa gjëra, piva dhe një kafe, mora një dhuratë të vogël për shoqen që kam tek pasticceria. T'ju tregoj pak se çfarë bleva në fillim, sepse i kam ndarë nga që mu griz qesja edhe i futa ca te çanta. Kam marrë një feri për enët. Nuk e di, po kisha kopa ngrënë nga këto budalliqet dhe janë këto. Si tip koktejl mix, lexon kjo, që ka to të ndryshme, ti kam shumë qejf këto gjëra që janë portokalli. Mora këtë, mora krip, sepse kisha ngelur pak krip. Tjetër, më kishte shkuar mendja për bukmisri dhe për këtë gjë ka ndikuar Adela, shoqja ime, e cila më ka fiksuar të ha këtë bukën e misrit dhe është shumë e mirë, dhe unë kur e marr i them asaj tetës tek fura që të ma presi dhe bëhet kështu feta. Dhe një gjë e lezetshme që ndodhte mes meje dhe Adelës kur punonim në të njëjtën punë para shumë vitesh, ishte që merrnim bukmisri, e theknim edhe e bërnim me nga ato specat ajk që janë me ajk edhe që janë pikante, merrnim kastraveca turshi edhe vetëm ashtu hanim, edhe ishte një super kombinim dhe shumë e shijshme. Mora brumin e picës që e marr gjithmonë tek Konadi. Ai që mora herën e fundit tek Shpari nuk më pëlqeu, saç më pëlqen ky i Konadit, i cili është shumë i shijshëm, edhe është vetëm 2500 lekë. Unë e bëj 2 herë, sepse kjo ka madhësinë e atyre tavave të zeza që janë të furrës. Unë e bëj 2 herë, sepse një vet jam, një person, kështu që mendoj se ja super vlen. Gjithashtu te Konad, mora këtë qumshin që është pa laktozë. Unë merja ato të Alpros, pa ato janë jo me bajame, jo me soja dhe nuk e di, po
Të them të drejtën, më duket sikur kanë pak sheqer të shtuar dhe nuk arrija t'i pija gjithmonë deri në fund. Kur dola me Albën, ajo më sugjeroi që të marr qumësht të zakonshëm, por që nuk ka laktozë, jo këto që janë me shije të ndryshme. Dhe gjeta këtë te Konad, ishte sa nuk e mbaj mend sa lek ishte ky, por ishte më i shtrenjtë se qumshi i zakonshëm. Por thash ta marr nga që nuk ka laktozë edhe dua që të pi në mëngjes të paktën një gotë. Gjithashtu mora një avokado, këtë e marr gjithmonë te rrugë Elbasanit, ai xhaxhi që i shet aty sepse i ka shumë të mira. Më pas, kjo është dhurata që i mora shoqes, se kam futur te këto qeset. Dhe te Rosmani mora këtë kremin e diellit, i cili është edhe për fytyrën edhe për trupin, është kështu Sprite, është 200 ml. Dhe nuk ishte as shumë i shtrenjtë, por pyeta shokun tonë të përjetshëm ChatGPT dhe pyeta nëse është një produkt i mirë dhe ma sugjeroi, ishte shumë i mirë. Tani ka këtë faktorin 30 të mbrojtjes nga dielli dhe të shikojmë për vaj nxirës, në fakt që doja të merja dhe një vaj nxirës, ndrova mendje kur shkova atje, sepse i kishte njësoj si vaj nxirës që unë bleva vitin e kaluar. Tani nuk e di as a do na e bëj efektin si vitin e kaluar, por do ta provojmë njërë, nëse bën, jemi në rregull, nëse s'bën do blej mande nga plazhi edhe u kry. Tash këtu te lagja mora dhe fruta perime. Nuk kisha fare. Tu kam edhe një miell, në fakt. Mora sallat jeshile. Këtu më ka futur ateta domatet edhe gjithë fshati, sepse tani për drek, duke qenë se nuk kam gatuar asgjë dhe shkoj gotra vonë, nuk e di sa është ora se ku e lash telefonin, por duke qenë se nuk kam gatuar asgjë, do bëj speca me gjis. Vdes. Edhe një sallat jeshile me domate, me kastravecë edhe çat hash. Tani këtu brenda kam marr 2 kastraveca. Unë marr pak në sasi sepse janë vetëm, edhe kur marr gjithmonë diçka më shumë, përfundon duke u prishur dhe duke e hedhur. Mora speca jeshile nga këto. Dhe gjithashtu te qesja kam edhe domate dhe qep, jo domate, patate edhe qep, që t'i vendosim te këto shportat e kuzhinës, dhe këto ishin të gjitha blerjet e sotme. Tani t'i vendosim në përvënde, të ndrohen, edhe do gatuaj, do bëj specat me gjis dhe sallato, si që thash. Nuk ju kam treguar edhe se si më doli buka, më ka dalë më mirë se hera e kaluar, por do ja u tregoj pastaj, sa të ndrohen, të fillojmë përgatimin. Jam unë pas 15.000 hapar që kam bërë sot. Dola tek liçeni, siç e keni parë në klipet e mëparshme, isha vetëm, vendosa kufjet edhe kam bërë 15.000 hapa. Ndihem shumë mirë, nuk e di pse, por gjithmonë palestra, ecja, vrapi të jep një lloj energjie. Nuk e di, mbas këtyre gjërave domethënë ndihem shumë mirë. Tani është ora 8:25. Unë dole që në orën 6:30, edhe erdha në shtëpi në orën 17:54, ku kam bërë 19:54, ku kam bërë dhe këtë screenshotin që e hodha në Instagram, nuk e di a dallohet, po nuk e shumë, ja, tani dallohet, ku janë gjitha hapat dhe kam harxuar 445 kalori. Kam bërë 11.1 kilometra, edhe 15.771 hapa, gati 16.000 hapa. Tani mbas palestrës lexova edhe unë nuk para e ha darkën, kam filluar ta heq, por tani po mendoj të ha pak kos, me pak tërshër, me boranica edhe me fara, nga ato që i kam të përzjera, që ka fara liri, ka fara lule dielli, këto që janë të përzjera. Dhe do merrem pak me laptopin, kam për të hedhur shumë gjëra në një fletore time dhe për të organizuar disa gjëra, kështu që do bëjmë darkën dhe shihemi nesër.
Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër. Jam ngritur me shumë energji sot, kam ngrënë një mëngjes të shëndetshëm, bëra avokado, një vezë në tigan, kastravec edhe 2 copa buke nga ajo e integrale që unë kam përgatitur vetë me tharm, që është shumë e shijshme me thënë të drejtën edhe jam duke ngrënë, më ka ngelur gati gjysma. Tani kam përfunduar mëngjesin dhe do bëj një cappuccino të ftohtë, duke qenë se nga herë e kaluar më pëlqeu shumë edhe do ta bëj edhe sot. Sot kam menduar gjithashtu të bëj të gjitha punët e shtëpisë. Do bëj punët dhe nesër kemi lënë me Evën që do bëjmë setin e fotove për faqen. Do bëj 2 ëmbëlsira, kam menduar të bëj një tart me lule shtrydhe, duke qenë se kanë edhe kohën tani, por do zbres më vonë ose nesër me siguri do zbres që ti marr lule shtrydhet që të jenë sa më të freskëta, se ato po ti lësh në frigorifer, fillojnë edhe mblidhen, bëhen kështu si të shpifura. Tjetër do bëjmë një si tip lloj torte, po jo tort e mirëfill siç i bëjmë për ditëlindja, por diçka pranverore, që të ngjaj bukur në foto me lule me gjëra. Por si fillim do bëj kafen, do bëjmë punët, më pas do bëjmë bazën e tartës, do me thënë brumin e tartës, ta pjekim, ta kemi gati për nesër edhe do bëjmë pandispanjë, kekun, që do përdorim për atë tortën që ju thash, ndërsa kremra do t'i bëj nesër në mëngjes në mënyrë që t'jenë sa më të freskëta dhe të duken më mirë. Tani nisim nga punët edhe besoj se do ju tregoj disa momente nga bërja e punëve, nuk dua të bëhem shumë e mërzitshme, se më keni parë shumë herë duke bërë punë, edhe pse e di që ju i pëlqejnë këto videot me organizime dhe pastrim. Tani është momenti që do përgatisim pandispanjën, do përgatis edhe brumin e tartës, sepse duhet ta lënë një herë në frigorifer dhe më pas ta pjekim. Unë e hëngra drekën time, kisha bërë gjellë me patate, me mish, me bizele, edhe nuk e se tregova këtu në video. I mbarova të gjitha punët, kam vetëm një lavatriçe e cila është akoma duke punuar dhe duhet i hap pastaj të gjitha rrobat. Por si fillim të përgatisim pak brumin për tartën dhe më pas pandispanjën. Që ndërkohë që unë bëj pandispanjën, brumi i tartës pushon pak në frigorifer dhe më pas i pjekim në furrë. Mirëmëngjesi nga dita tjetër, sot është dita e enjte, dita që ne do bëjmë fotot. Unë jam zgjuar shpejt që në orën 7 më ka dalë gjumi dhe kisha menduar që do bëja tartën me lule shtrydhe dhe mendova që lule shtrydhe ti merrja sot në mëngjes, duke qenë se ato po ti marrësh ditë para nuk kanë atë freskinë siç e kanë kur i merr në moment. Shkova të lagja, nuk kishte, kështu që detyrova të shkoja një stacion më lart edhe gjeta lule shtrydhe, kam marrë 3 basketa me lule shtrydhe, të cilat do t'i fus tani në ujë me shumë ujë, me uthull besoj që të pastrohen shumë mirë, edhe më pas të jemi gati. Kputa ca trëndafila tek baçja, nuk ishin shumë, por vetëm këto, por nuk ka problem sepse do më duhen për të dekoruar atë kekun që do bëjmë. Si që pat, keku doli super i mirë, pandispanja do me thënë, edhe tarta, pjesa e tartës doli shumë e mirë, kremin e pasticërisë e kemi gati, por unë ka menduar, në fakt kisha menduar që t'i drejtoja flokët, por lëre që është vap, plus që kur gatuan nuk është shumë komode që t'i mbash flokët lëshuar, sidomos edhe në video që duket pak më këshu, edhe mendova që t'i kap mirë flokët edhe t'i mbaj një topuz këtu poshtë. Jo kështu si që kam tani, se kështu i kapa shpejt e shpejt. Tani do përgatisim krepa. Kam menduar që duke qenë se Eva do vi tani për mëngjes, që të bëjmë fotot edhe videot këtu të shtëpia, të ham një herë mëngjesin dhe pastaj të
nisim nga puna, kam menduar të bëj krepa dhe mund t'i ham të kripura ose të ëmbla, varet nga preferencat tona, dhe do të shtroj një tavolinë të bukur këtu te balkoni, duke qenë se na bie edhe dielli dhe është shumë bukur. Tani do nis me përgatitjen e krepave, brumit të krepave. Do fusim këto rreth 30 herë në ujë dhe do i shihni të gjitha hapat. Ja ku jam unë, më në fund gjeta kohën edhe rregullova pak flokët, bëra pak një make-up, nuk e di se si dukem aty në kamera, por kam 4 orë që merrem me këto gjëra. Kam bërë këtu lart te banaku gati tartën, është pandi Spanja, kremrat janë gati dhe thjesht të bëjmë videot, por për syrin e keq, shikoni pak se çfarë bëra. Më thye pak një pjesë e tartës, një copë e vogël. Edhe nuk e di se si do ta kamuflojmë që mos duket në videon që do bëj, por varja, nuk kam çfarë bëj tani. Kam shtruar jashtë tavolinën që do ham mëngjesin, ora është 11, unë s'kam ngrënë akoma, po pres tani të vi Eva, edhe të ham mëngjesin bashk. Mos i vini re këto njollat që mund të kem këtu, edhe tek pantallonat janë bërë pise, jo kërciti luga, jo pudra tani. E keni parasysh vetë kur gatuani dhe jeni të veshur me rroba të tjera. Tani ç'a do bëj? Do pres të vi Eva, të ham mëngjesin dhe do nisim menjëherë nga puna. Do bëjmë në një video të shkurtër, ndonjë foto ç'a do kapim këtu, edhe më pas do ikim tek studio. Po ja u tregoj edhe Jarë se si duket, se si e kam bërë tavolinën dhe inshallah i pëlqeni edhe ju, se mua më duket shumë bukur se si ka dalë. Na bie pak edhe ai dielli, edhe ky qielli është kështu si me re, është shumë i bukur. Dëgjoj edhe këto cicërimat e zogjve dhe është goxha bukur. Mbas një photoshooting me sukses, tani do ham ëmbëlsirat. I bëj foto, pastaj ha. Pa tjetër. Bërni sikur s'ti pat ato mbeturinat, po do i hedhim pastaj. I hëngrëm dhe ëmbëlsirat ne, tani po ikim në Megatek. Do shkojmë të marrim rozin, kunatën e Evës. Kuditën. Na falni. Edhe do ikim në Megatek. Do shikoj ajo disa gjëra. Edhe unë. Do bëjmë në video për mobilimin e shtëpisë së Kuditës, se ju i keni qeftë. Edhe do ju marrim me vete, nuk na lë rehat as zhurmat. Për sot e ka thënë që janë rrugët e bllokuara. Ne makina po shikojmë, po inshallah nuk ngelim edhe të ngelem janë dhe rrugëve domethënë. Një ndalesë përpara se të shkojmë tek Megateko, jemi tek Alex Mobile. Te dyqani i Kuditës. Nëse doni të blini telefona, kasa, ç'a keni tjetër Rozi? Çdo gjë për telefona, mund të vini dhe t'i merrni këto. Keni në blog dhe gjeni dhe në Instagram. Alex Mobile, po.
Këtë? Kush mendon? Unë mendoj këtë që të vinë të rinë të treja kështu. Që mund të Lulka, po. Goca! Shtyjeni. Morëm 2. Ida do i tregoj pastaj. Tani do ikim të ham. Po. Ku do ikim? Surprizë. Durrës. E tregove. Nga që në po vim me shi në Durrës. Ne, pra, nga truam të rrugë një 10 herë, nuk e dim. Ne erdhëm Më në fund, po. Po, kemi ngrënë çiksi shumë, nuk është se kemi pirë veç ujë. Nga unë Eva dhe Rosalinda. Sot na ka lënë Angela me një detyrë për të bërë unboxing. Detyrë të rëndësishme, për këtë do t'i marrë për 100 vjet. Vazhdojmë me tapetin. Ky tapeti është shumë i bukur, pëlqen edhe mua këtë Roma. Te Roma ime, se ku jemi te Roma Rozi. Është ky tapeti. Shi sa i bukur është. Tash i të vënë do ja t'tregojmë një ditë tjetër, se akoma s'ka mbaruar tamam shtëpia, që të bëjmë një kështu, si quhet, nejsa, çrëndsi ka fjalë. Se na flihet gjumë tani. Vazhdojmë, mos ta shgënjejmë Angelën, se thot Angela s'merr kanë vesh, këto s'na jep Romën pastaj. Na iku bambuja. s'na prit bambun moj. Kemi marrë bambu, se janë për fat, ti sjellin fat Rozit të shtëpia e re. Fati. Kto gjithmonë merren numër tek, që ta dini, mos i merrni çift. Mos i merrni çift se. Se hëngët. Kjo është një lule që ka marrë Rozi, por këtë vazën e ka marrë veç. E ka marrë çiksi E kot. bëra me dhe këtu, më fal. Do fshit parë të ikësh. Ja, shi sa e bukur, super cute. Se ku do t'i vendosim dhe sa bukur do ngjajnë, do ja tregojmë ditë tjetër. Vazhdojmë. Për të pirë ka hap vend në mëngjes. Akoma si ka bërë Kunata dhurat një ekspres, ku dita në fakt. Dita mirë. Për ta pirë, dëshet të Eva. Këto i kemi marrë një çik më të shtrenjta se ç'duhet, se janë kështu mermer. Thjesht kur pa faturën në punë rati pika, Por s'ka gjë. u morën. Shi sa të bukur për te banjo. Laç. Po, ky telefoni s'ka një cilësi të mirë, por nuk ka gjë. Më të rëndësishme. Merë të kishmja. Edhe koshi banjo. Kemi kombinuar bukur, eh? Super. Na i pas kam futur dhe të shqie thye, po, s'kaq. E thyer, jo më tje. Shpis. S'është e thyer aty. E bukur, eh? Po, ju. Ja, dhe këtë. Inshallah i pret Angela këto. Kjo është që ta vendosi këtu te komodinat e pasqyra, që nuk do ja tregojmë akoma. Të vendosi këto lapsat e buzëve, në një buzë kuq, në një krem, në një gjë e tjerë. E tjerë, kështu gjërash ja. Prova e parë. Kurse këto janë për te balkoni, kemi marrë 4 copë, edhe 4 lule për t'i fut këtu. Por lulet duhet ndruar vazon, por për momentin do i bash ato që janë. Tregoj lulet e Rosalinda se të pëlqesh. Edhe si do ngjajnë lulet në balkon, ja u tregoj më vonë. Hajde. Këto janë lulet, lulkat. E vogël. Po se do i vesh vazo tjetër, nuk do i vesh tek këto. Do i vesh një vazo më të madhe. Po shkruan Angela prit se kemi punë. Okej. Vazhdojmë. Ky është një super kosh i bukur për të futur rrobat. Në banjë do i vesh këto të dhoma. Do t'i thye. Sa e di. Ka bërë 20.000 lekë, se këto janë mbaj në qminë. Po të parë mbaj në qminë. A me kam mbaj që se shmontuar kjo. Po, që montohet kjo, pjetja. Pjetja. Kjo ku futet. Kjo futet kështu. Ndale. Kjo futet kështu. Po teli, ku i futet? A ku poshtë në të? A para o brapa? Brapa në ndër. Ja, Jo më ka të gjojtë, po të doshta. nejse, u e prapë, po ta kryejmë ide. Beja ka pakun? Oh, zot. Shumë bukur, më pëlqen shumë.
Të dalësh në balkon e të tjerë shumë. Se i të uarova, katarse. Kjo tjetër, një tjetër si kjo, janë të top. Në bosa këtë, së rënë që parë. Pite ka bërë. Dhe kjo bluza që më ka dalë shumë. Këto janë lecka. Një për xhama, një për banjo, një për mobilje. Janë 3. Se do pastroj tani do vet një koqime. Ilaç për parketi, që e morëm prapë te Megateku. Kjo është Frosh, më pëlqen shumë kjo firma, se është në Gjermani. Gjermane, është për xhamat. Puli rapidi është nish për banjo, nuk se ndroj me asnjë, as me açe, asgjë. Më pëlqen shumë. Kam shumë detergjenta të tjerë prapë te ky përfundoj. Që i vendosë brenda poshtë. I vendosë rozi pastaj. Për këtë do na shkruani në komente, se jam shumë kurioze, se si e quani ju, ne e quajmë Farashkë. Unë nga Korçë. Farash, po pak kemi thot Farash. Ne kemi Farashkë. Na shkruani se si e quani këtë, ju lutem. Do ta dimë. Tani, kemi një detyrë tjetër të rëndësishme, po marrë se këtë të rëndove, tërgove ti, se do të tërgoj gjitha me moj. Ja, edhe kjo, pas ka blerë rozi edhe një aromatizus, edhe kariket, këto janë kariket e balkonit, Me që të bjo. provojme. Ban. Dhe tavolinë, po tavolinën se hapim do të se duhet montuar, po është një tavolinë e thjeshtë e rumbullakut e zezë. Tjetër. Kemi avruar gjithë tjetër pa treguar? Jo, po duke pak shumë. Po janë goxha, janë 300.000 lekë kushtuan këto. Prit të tregoj faturën. Që ti jemi transparent. Jo, 324 e 500. E shikoj? Jo 300. Urnoni. Kjo është fatura. Tani kemi një detyrë tjetër shumë të rëndësishme që na ka lënë Angela po prap. Duhet të bëjmë mbylljen e vlogut. Pavarësisht se kemi një fiksik dritë të kinshit. Ti mos më thaj ti, moj. Moj ti. Duhet të kishim një kamerë. Po nejse. Snajda. Angela? Ashim. Pateri. Miru pafshim dhe do shifemi. Miru pafshim. Natën e mirë. Dhe do shifemi në një tjetër vlog. Shumë të bukur. Shumë të bukur, siç janë vlogjet e Angelës, që të gjitha. Kështu që kaq. Kaq për sot, kemi lodhur shumë. Kemi sa orë? Kemi piçik. Sa orë? 10:39, jemi shumë të lodhura se kemi qenë mëngjes që kemi dalë nga shtëpia dhe tani erdhëm, në unë akoma s'jam shpitime, po çon si ka kjo. Do shkoj. Natën e mirë. Angela ndërkohë s'ka të ka e fare. Shumë të çfarë më bëni. Namin. Natë. Natë për të fundit tani. Bylle.